Këtë zonjë i gjithë prapadishti i Kërqovës e njeh si Halla Çamile. Kom dy pri, ata qije pjanë, po nuk kanë nisë në mua kraj se dhohen, mi prej Shqipërisë na 2 herë i kumba. Ajo është lindur dhe është rritur në këtë shtëpi. Jeton e vetme që kur prindrit i ndërruan jetë 26 vjet më parë. Një ditë të zakonshme e kalon duke bërë punët e përditshme. I pastër po që më la petka me duar, nuk kom më shaj. Bësht hasht, më shajsh. Unë s'monim shka thot, shkuam vakti. Halla Çamile është ndër të vetme të moshuara që vishet me veshje tradicionale, siç janë veshur të moshuarat para 30 viteve nëpër fshatrat e Kërqovës. E bajën, kum vesh fustan hëq. Më para kështu janë vesh gratë keneja? Jo, ma pari me gjata, ama unë ta jem vjetrau, e dimi. Në këtë fshat jetojnë vetëm 3 familje, të tjerët janë shpërngulur sepse jeta këtu nuk është e lehtë, nuk ka as shitore e as transport për në qytet. Ujin përpije dhe për të larë Çamilja shfrytëzon nga bunari që e ka në obor. Para kamerës e televizionit të 21 zbuloi se asnjëherë në 77 vitet e jetës së saj nuk ka pirë barna, ndërsa në mjek për herë të parë ka qenë vitin e kaluar. Ja, nuk pa. Ke qenë nejherë ke doktori? E vjetë, kur më zonë mjedisi, doktori tha, kjo s'ka argjon, se më shteu atë natë, si i thoa nësa, në televizit. Po. Gjithë ndullën, asë mërsataja, sheqer, zemra marë, koklat marë, tha. Kjo tha muskut, se ka puna shumë. U luadha se unë qava një traktor drumë, qka që një tram, sa ka këto. Ajo çdo vit mbjell domate, grosh, kastraveca, speca, misër e kunguj, ndërkaq bukën e gatuan vet. E kur i duhen gjëra nga qyteti, ja blen djali i motrës i cili i gjendet afër sa herë që ka nevojë. Me kaq Halla Çamile mjaftohet, madje thotë se është e kënaqur sa më s'ka. Azhon. Dhe shnetin, i lutem Zotit, shnet. Ma linguaj, e në dhe Zoti, pim kohëm ke vorët.